Revolucioni i flamingove, siç po quhet protesta kundër projektit në Zvërnec, thellon përplasjen mes qeverisë shqiptare dhe Republikës Islamike të Iranit, të cilin vendi ynë ka shpallur shtet sponsor të terrorizmit dhe ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike. Kryeministri Edi Rama e cilësoi bashkim zyrtar të qeverisë Ajatollahve me protestën një postim të zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme iraniane, me pamje nga tubimet në Tiranë, të shoqëruar edhe me 3 thirrje në Shqip. Ja, edhe qeveria e Ajatollahve të Teheranit i bashkohet zyrtarisht protestës, madje edhe me parullat në Shqip, njësoj si ata që e kthyen nga protestë mjedisore në protestë për rrëzimin e qeverisë. Replikën direkte me Teheranin, kryeministri thotë se e bën atyre protestuesve që janë akoma aty për të mbrojtur natyrën, e jo për ta bërë Shqipërinë shesh për përsheshet e fuqive lloj-lloj, apo media ndërkombëtare e individ që sipas tij dufin me Trumpin po e nxjerrin këto ditë duke i përmbytur rrjetet sociale me lajme të pavërteta. Osa e turshme nga ju. Gjithsesi, faleminderit për shqetësimin tuaj ndaj inteligjencës së popullit shqiptar. Do ishte shumë më bindëse nëse do të vinte nga përfaqësues të një regjimi që nuk i godet vazhdimisht qytetarët e vet me censurë, intimidim, ndërprerje të internetit dhe shtypje të mendimit ndryshe. Kjo quhet demokraci, thotë Rama në përgjigjen për zërin e diplomacisë iraniane, duke theksuar formën si shtypen protestat në Republikën Islamike. Ju citoni protestues shqiptar që brorasin në rrugë. Shumë mirë, kjo quhet demokraci. Në Shqipëri njerëzit janë të lirë të protestojnë kundër qeverisë së tyre, të kritikojnë kryeministrin, të kërkojnë drejtësi dhe zgjedhje pa pasur frikë nga burgosja. Kryeministri akuzon direkt Iranin për ndërhyrje, por thotë se do të dështojë pasi siç thonë shqiptarët, din të bëjnë dallimin mes një debati demokratik dhe propagandës. Programet tuaja të automatizuara, profilet e rreme dhe videot e manipuluara mund të shtojnë konfuzionit të përgjithshëm digital helmin e regjimit tuaj plot urrëtie, por nuk do të arrijnë askund. Ne jemi të gjithë të qartë dhe të bashkuar në bindje se çdo lloj regjimi që e mban popullin e vet në errësirë dhe varfëri është armik i mënyrës sonë të jetesës, i maskuar si shqetësim, dhe juaj është më i keqi nga të gjithë, një shtet terrorist sipas vet përkufizimit. Kryeministri, i cili e ka bërë të qartë se projekti i Zvërnecit do të ecë përpara, thotë se Irani është përfshirë në një luftë hibride, dezinformimi kundër investimit, i cili mund të arrijë vlerën prej 4 miliardë eurosh.